Shikoni emërtimet e objekteve të cilat I shohim çdo ditë. Prodavnica. Škola. Biblioteka. Poslastičarnica. Pekara. Pozorište. Emrat Restoran. Bioskop. janë të gjinisë mashkullore. Emrat e gjinisë femërore që I kemi mësuar deri më tash përfundojnë me shkronjën A. Prodavnica. Škola. Biblioteka. Poslastičarnica. Pekara. Nëse duam të themi se dikush shkon në shkollë, restorant ose ndonjë vend tjetër që kemi mësuar në mësimet e paraprake, do të përdorim parafjalën U. dhe rasën kallëzore, akuzativ. Kjo nënkupton se mbaresa do të ndroj vetëm tek emrat e gjinisë femërore. Mbaresa A. shndrohet në U. Idem u školu. Ideš u biblioteku. Idemo u prodavnicu. edhe diçka. Nëse duam të shprehim dëshirën e dikujt në gjuhën serbe, përdorim foljen Želim. e pastaj pjesëzën trajtformuese të kohëve të ndryshme të mënyrës lidhore. Da. Shembuj: Ja želim da idem u bioskop. Mi ne želimo da idemo u restoran.